Po më përzihet vetëm duke e parë. Nuk po ta. Ja ku jemi në Francë, ne sot do ham një gjë që duket që në pamje super e mirë dhe janë kërminj. Kërmilla. Do ham disa kërminj, po. Vetëm kur e mendoj, nuk e di pse po e bëj këtë. Unë thjesht mos të përfshija Francën fare. Nëse, dua aq pak ti provoj kërminj se që shifa si po më dridhet. Ore, kështu duket shumë bukur, po. Ja si duken kërminjt. Ora, duket që është kërmiell. Tani kam shumë... Nuk duhet t'i ha, nuk duhet t'i... Duhet ta kapësh kështu, Edhe me luk. po më përzihet vetëm duke e parë. Oh my god, what is that? Nuk po ta. Kam ujin gati. Do kem një letër gati nëse do duhet ta pështoj. Nuk jam mirë. Shif, nuk është se kishte shihet të tmerrshme, po thjesht ideja që ti e di që po ha një kërmiell. Pastaj kërmiell që i shef përbi shi që dalin edhe janë aq slimy dhe unë tani e hëngra atë gjën edhe kam në trup gjithmonë. Jo për gjithmonë, po. Nuk është se kishte shihet të tmerrshme. Mund të them që e provova një si eksperiencë dhe nuk do e provoj më kur. Më vjen realisht keq për to kërmilla që janë në këtë pjatë, që janë kapur dhe janë këtu që ti haj unë, po s'do. Kesh po bjerë gjithë kur e kujtoj. Pse e bëra këtë gjë? Për mua është një 0 nga 10. Nuk do haj më kurrë kërminj, i urrej, ma shpifën, nuk do t'i provoj më kurrë. Tani nëse shoh kërminj në rrugë, nuk do i shoh të më njësoj. Është e çuditshme, si tash një flutur, duket kështu si illegal, duket si e paligjshme. Kërminjt kushtonin vetëm 6.000 lekë të vjetra. Dhe nuk e di pse më bëri përshtypje prisja që ishin super të shtrenjta, por kur e mendon, pse do ishin të shtrenjta kërminjt, sepse unë mund t'i gjej në rrugë, t'i marr dhe t'i gatuaj.